Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të dërgojë institucioneve relevante kërkesat për verifikim. Në mesin e institucioneve, nga të cilat KQZ do të kërkojë verifikim të kandidatëve, është edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Në kuadër të përmbushjes së obligimeve ligjore që kanë të bëjnë me përshtatshmërinë apo aftësinë e kandidatëve për certifikim, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të dërgojë institucioneve relevante kërkesat për verifikim së bashku me listën e kandidatëve që synojnë të certifikohen për pjesëmarrje në këtë zgjedhje, me qëllim të vlerësimit nëse ata janë në përputhje me nenin 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Në këtë mënyrë, KQZ ka vepruar edhe në proceset e kaluara zgjedhore. Në mesin e institucioneve, nga të cilat KQZ do të kërkojë verifikim të kandidatëve, është edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Në nenin 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme theksohet se kandidat nuk mund të jetë një person nëse është dënuar në 3 vitet e fundit me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepër penale me 1 ose më shumë vjet burgim efektiv. Andaj, për zbatimin e këtij kriteri ligjor, KQZ-ja do të kërkojë nga KGK verifikimin e listës së kandidatëve për të konstatuar nëse ndonjëri prej tyre bie ndesh me këtë kufizim.